Përshëndetje, po paraqitemi nga komuna Vështrisë. Sot kemi ardhur me dorëzu çelësat e shtëpisë së re, familjes Basre Çelës. Basre, urime çelëse. Faleminderit edhe për jush, Allahi ju nderoft, ju respektoft, Allahi ju shpërbleft me të gjitha të mirat. Shumë faleminderit. Tashmë veshjemi në ambientet e brendshme shtëpisë Basrisë, na ku e lëna me pamjet e vizitës parë edhe lajmi se çka kemi dhënë për ndërtimin e shtëpisë së re. Jetojmë kushte tepër të rënda, jam një rast social, kem nevojë për mbështetje, kem nevojë për një strehim, i kam 2 fëmijë, shoqen edhe vetë, transport as ka privat edhe as nuk ka publik. Bes vetë po të kalzoj drejt, mundona se kam një probleme pa shëndetësore, po mirë po probleme shëndetësore kur fëmija lyp një shkollim. E mësë mujtë për afru, është tepër rënd. Por një prind si prind, tepër është rënd. Por më një bëj baja apel gjdo njënët, kush është e këtë vedo, që sa do pak që të një thmive të afron vetëm shkollimin, na verës që të kem pejse këtev, kem nej, kem gjarp nej, kem jena me të besabes edhe me trauma valla jam. Shpesh e që më qërës pyetja, thëvin, bab që gjële më shkollu. Bab e pas zëti mirë se del nej donator, del nej bamers, del nej dasha mirë. Edhe ma mërmenja që e ba për e një mirë, jepi ka vetëm këtë lagje, nuk ka banim asë një njeri kësajt. Rrugën për shkollim të fëmijëve e kem tepër të lartë, edhe nuk kem mundësi kur qysh. Kësha bo apel, Halil Kasratit, që sa do kudo pak blendim, që se veç një tru se e di, se ka një shpirt, e një zemër shumë madhe, për një banim që ty një thmije veç me afru, për me shkallu 7 thmije. Po të kazoj realitetin, pëse në nëzit e shkollës, se vedis makulli, gjithashtu e drejtori, nëjse ishtë drejtori, ta shumë një zëvez drejtori, drejtori Berani, nështë me emra nuk po hikështu, me gjithë mësim lansët, një mundu me gjdo sen më një mu, këtë një thëmijë me afru, ndimi, falimindere shumë. Zakonisht verës, jena i thonë, jena i lull, jena i qështë për të kazoj me qëtu, mundu me të gjallë. Fëmija dalin dhe lulla me dhe qëtu, mundu me të gjallë me bje tu. Me qatë social, i marrë për 100 euro social, që aty drejtë me të kazu vëllaj, për të drejtë ma shumë edhe barna, si barna për veti, për vlasë. Nga shkuj se ka problemin me shtypje, ka problemin me shiqer, ka më naza. Edhe do tjera s'muj shëqëruse, po mi po vetën këtë rast për arrej, kur për shëqin një thmi, unë ba pytje të thuja për çdo natë, për çdo ditë. Nuk po mëjtë plasmo.
Basri, ambient I ri tash, ndryshim I madh. Po, inderu. Është e vërtet që është një kretit të të rijet. Veç ati e kësha përshëndet, Hoxhën Halil Kasati me stafin e tij. Dhe gjithë ata që kontribuan dhe lëbuan, I falenderoj nga zaj, po prikerisht kësha dhe i falenderu Haxhi Gjafer Sinodën me familjen e tij. Gjithë ata që e dhanë sa do ku do një kontribut, dhe më banë vëllin, I falenderoj nga zemra. Është një dallim shumë I madh, se me qenë se jem konë një gjendje të mjerushme, si që keni po edhe vetë. Tash është një dallim kretë një jetë ma ndryshe, me ere, ma normale, ma stabile. Shumë faleminderit edhe për josh, faleminderit se nashta për momentin mu I gaboj, apo nga trajnë emve, I faleminderit e gjithë për zemërsisht. Allah e kur mos I humbët, edhe Allah e hiq pa dyshim se këta gjinë nuk I humbë. Po për kundërzi, këta fitojnë për Allahit të shumë. Veç anti kisha pas dëshirë dhe qef të shprej për mes së interviste Haxhi Gjafer Sinodit me familjen e tina, Allah është përblef me të mirat dhe kur Zoti mos I humbët. Gjithmonë do të jem ben njës për Haxhi Halil Kasatin, stafin e juj. Familjen e Haxhi Gjafer Sinodit me gjithë familjen e tij. Respekt pa fund nga zemra. Këti urimi I bashkëngjitemi edhe ne e falenderojmë edhe Haxhi Gjafer Sinodin dhe gruan e tij Kadrien, të cilët janë donatorë të vetëm të kësaj shtëpie për ndërtimin e shtëpisë Basre Qelës. I falenderojmë edhe na si jetimat e Ballkanit, e na po e lana me pamjet e shtëpisë së re, na Basrijes po ja bojmë për hajër, Basre. Për hajër, inshallah e gëzoni, inshallah të rashëgoni. Shumë faleminderit, Allah ju dhash hajër, Allah ju dhash shërzime e bereqet. Allah I kur mos ju humbët, edhe hiç pa shujbe Allah I kur s'ju humbë. Inshallah. Shumë faleminderit e shumë respekt pa fund. Zoti ju ruaj.